Publiku fjerak ka duar trokitur fort interpretimin e aktorëve në komedinë angleze Gruaja e burrit tim, me regji të Kiço Londo. Shtu pas ka ndodhur, pas ka shkuar në gjuri im të ndihmoja të plakët dhe ka hëmur nga dy rrugacët, a? Jo. Jam me motora me gjupa të kure, u bë skandal. Shtu? Jemi mik i familjes, zoti. Po, jemi shumë të lidhur ne. Kemi shumë marrje dhënie. Domethënë, jemi xhoni edhe marrje. Do të shpallin ero? Po heroizëm ishte të përpoqë shpotonte ju. Në fillim të shfaqjes, Gruaja burrit tim, dy gra, secila pa dijenin e tjetrës, telefonon në rajonet përkatëse të policisë lokale për të raportuar zhdukjen e burrit të tyre. Në fakt ai është shtruar në spital pas një sulmi që pësoi, teksa mbronte një zonjë të moshuar nga dy bandit. Në konfuzion, taksisti i ka dhënë padashje policisë të dy adresat ku ai jeton dhe pak më pas, një zyrtar i rendit e shoqëron përsëri në shtëpinë ku jeton me gruan e tij Mary, ku shfaqet me një fashë të dukshme në kokë. Nga ai moment fillon loja e keqkuptimeve dhe seria e gënjeshtrave që taksisti sajon për të mbrojtur sekretin e bigamisë së tij. Gruaja e burrit tim është diçka tjetër. Fal aktorëve të mrekullueshëm të zgjedhur me kujdes, shfaqaruan qeshjet e shkaktuara nga tensionet dhe ndërlikimet e situatave, duke i transformuar ato me ironi të lezetshme dhe delikate, fal vëmendjes së jashtëzakonshme ndaj detajeve. Interpretimi i aktorëve të rinj, Gjeni Fama, Denisa Demaj, Denada Lanaj, Aleksandr Kondi, Gens Leshi, Eglen Laknori, Ersiliano Xhelolari u duar trokit fort. Plot emocione, aktorët veçojnë mikpritjen e publikut fjerak. Po, patjetër, sigurisht, aq më tepër që salla ishte plot dhe publiku e ka pritur shumë mirë shfaqjen, na kanë duar trokitur, e kanë mirëpritur dhe shumë emocione. Po, patjetër, sigurisht. Kjo është një shfaqje aktuale që çdo njeri mund ta gjejë veten, pavarësisht se është komedi, ka dhe shumë mesazhe të bukura, po ta marrësh thellë. Jo, s'pak, është shumë e bukur. Jemi kënaqur shumë edhe procesin e provave e kemi shijuar shumë, çdo gjë ka shkuar vaj. Jeni sinqert, s'po mbledh vetën, kisha shumë emocione. Do doja që ta falenderoj Fierin edhe për sot. Jam shumë sigurt që do shkoj shumë mirë nesër. Dhe ishte përgjegjësi shumë e madhe. Unë në era parë që luaj këtu dhe u kënaqa shumë dhe doja, domethënë për gjithë secilin nga njerëzit që kanë qenë këtu sot në skenë jam mirënjohës edhe për ulem. Ishte një përgjegjësi dhe privilegj shumë i madh që luajta këtu. Ishte roli juaj unifikuar tashmë me realitetin shqiptar? Po tani në këto kohë po jetojmë, kështu që janë të stinës dhe këto modelet që na ofrohen. Për regjisorin Kiço Londo, teatri i Fierit është piknisje dhe dashuri e pafund. Një mbrëmje prekse me një qytet që është zanafilla ime në këtë fushë. Ndihem i emocionuar, ndihem i surprizuar. Madje do të thosha që si rrallë herë sedra ime është e prekur. Një sallë plot, jo në një vend do si do, një vend si Fieri, një vend që dikur ka pasur një emër të madh në fushën e teatrit dhe kjo mbrëmje e sotme në një sallë të tej mbushur është një emocion i veçantë. Faleminderit publikut. Është sërish një shfaqje mbas 28 vitesh me një tjetër trup. Edhe do të thotë që diçka ka lëvizur edhe brenda shoqërisë shqiptare, është më e pranueshme terapia apo humori që vjen. Si është liria e individit sot për ju si regjisor? Shiko, unë jam i mendimit që shoqëria shqiptare momentalisht që po flasim është e zhytur në një kaos ekzistencial. Është një shoqëri në depresion të thellë. Edhe një shfaqje humori, e humorit anglez, me një trup dinamike që padyshim vjen mbas 28 vjetësh përsëri. Është një shenjë që shoqëria ka nevojë për një terapi traume.
Mendoj që shfaqja bën këtë Shfaqja Gruaja e efekt. Burrit tim, një si komedi e zezë e humorit anglez, e vënë në skenë 28 vite më herët nën titullin Burri me 2 gra, po nga regjizori Kiço Londo, pas premierës në Tiranë, shfaqja po bën turne në të gjithë vendin.